Çdo sukses vije pas një sakrifice të madhe. E historitë e individëve që kthehen në tregim suksesi, thuan më lehtë arrihen pas shumë sfidash. Si shumë familje edhe ajo e Jozef Gashit mori rrugën për në Belgjik. Si fëmijë, Jozefi i pavetishëm se çka sjell epiteti emigrantit, sigurisht do duhej të ndiqte familjen dhe rrugën që kishin marrë gjatë luftës në Kosovë. Gjakova vendlindja jeme. 8 vjeç jam konë kur kemi hekë në Belgjik. Kujtimet kryesore e kam prej Katonit, ku kam jetu, është Dobidol. Prind e kanë marrë këtë nisëm për Belgjik për shkak të luftës. Do të thonë për me siguru mirëqenjen e familjes, baba em na ka çuar në Belgjik. Jemi mundu atje më integru sa më shumë, po kur nuk e kemi harru gjuhën tonë për ardhën tonë. Në atë rrugë Belgjika nuk u bë vetëm stre për ta, por një dhe i dytë. Aty, mes rrugëve të gurta, Jozefi rriti ëndrat e tij. Ai nuk ishte më vetëm një emigrant, por një urë lidhëse mes dy botëve, Kosovës dhe Belgjikës. Belgët, për këtë familje e kanë një kuptim më të thellë se thjesht të huaj. Arsyeja pse jam falëndërues Belgjikës është për shkak të mirëpritjes që na kanë bërë. Ne jemi mundu mu integru maksimalisht dhe aja na u ka shpërbly. Mas luftës kanë tentuar me na rikthy, me që mbaroi lufta, mundi mu kthy në shtetin e juaj, po komuniteti është shumë protest edhe e kanë dalë këtë punë. Në Gjakov ndina në shtëpi. Është shumë e thjeshtë. Në Belgjik jam integru mirë, po shtëpi vendi huaj kur nuk bëhet. Kthimi në Kosovë ka në parim prej ditës parë. Gjithmonë, në kanë mund qëllimi me kriju kushtet për më rikthy në vend temin. Jozefi erdhi deri te vendimi për të cilin thuajse gjithë ishin larguar që të ktheheshin në atë dhe, por kësaj radhe nuk u kthye duar bosh. Me veti solli një copë Belgjik, një trashëgimi të gjallë, të njohur nga UNESCO si trashëgimi kulturore e paprekshme e njerëzimit, pra solli kulturën e birrës belge. Por jo thjesht birrë si pije, por si filozofi jete, si një art që rrjedh në përshekuj. Belgjika ka mbi 1500 lloje birrash dhe çdo qytet, madje edhe në çdo fshat, ka recetën dhe stilin e vet. Në fakt, tradita e birrës atje nis nga manastiret mesjetare, ku murxhit, përveç lutjeve, krijonin edhe birra të pasura me shijen dhe historinë e saj, të njohura sot si birra trapista, ndër më të vlerësuarat në botë. Me mbi 25 lloje unike që nga ato klasiket e deri ato më të pazakontat që nuk i ka njohur tregu i Kosovës më parë, Skivjani, ashtu siç njihet Jozefi, solli një përvojë autentike belge në Kosovë. Çka më bën diçka të mirë për vend temin, avon me pru një produkt që ka mungesë në tregën e Kosovës e që e meriton Kosova me shiju produktin belg që e shijon në gjithë Evropa. Birrat belge janë mbrojtur me pri UNESCO-s. Një produkt tillë nuk e kim pa alo në Kosovë, e që ajo kanë arsye kryesore pse kam vendosur me prum birrën belge. Patjetër e kam një krenari, si e ka çdo shqiptar. Kam qef me po Kosovën sa më nelt, kam qef me po Kosovën në Evropë. E besoj se është hap i mirë me pru produkte evropiane që janë krejt Evropa, edhe e qet pak në hartë. Do të thonë depon Belgian Brew Imported e kemi në Skivjan. Nuk ka njeri në tregin e birrës belge që nuk e njeh Skivjanin për momentin. Domethënë ajo është një krenari në veti. Kur flasim për birrën belge, shumë kujt i vjen ndërmend gotat e kristalta, shishet me etiketa të dizajnuara me dorë dhe shijet unike që vetëm shekujt mund t'i përsosnin. Por pas këtij rrëfimi, qëndron një tjetër histori, ajo e Jozef Gashit, themeluesi të Belgian Brew Import, i cili u largua nga Kosova gjatë viteve të turbullta të luftës për të gjetur streh në Belgjik. Belgjika i ka 1500 lloje të birrave. Unë jam mundu me bën një përzgjedhje që mendoj unë që mundet mi shtu vlerë të madhe Kosovës. I kemi për momentin 4 brende, 25 lloje të birrave janë, 11 birrari në botë e kanë drejtën me u quajt trapist. 6 prej tyre janë në Belgjik. Kjo është një ndër të parat prej tyre. Domethënë është e para birrari në botë që e ka prodhuar birrën double edhe triple. Prej kësaj na kanë filluar krejt tjerët me kopju, domethënë fermentimi i dytë dhe i tretë në shishe. Nuk ekziston kërkun në Ballkan asnjë birrë manastiri, asnjë birrë trapist nuk e kemi.
Madje edhe bira të ndryshme të cilat janë tërësisht të pazakontsha, jo vetëm për tregun e Kosovës. Lindemann një birari familjare që është, disa gjenerata njëjtën familje, i ka 7 lloje birav të frutav. Kim drez, kim vishnje, moll, pjeshk, fillon prej 2,5% alkool deri te ato matronda 8%. Është diçka që tregi Kosovës ala nuk e ka pas si birë. Belgian Brew Import mban ekskluzivitetin për distribuimin e këtyre birave në Kosovë, Shqipëri dhe në gjithë rajonin e Ballkanit. Kjo është më shumë se biznes, është një mision për të ngritur standardet kulturore dhe gastronomike, për të ofruar diçka ndryshe, që nuk vjen thjesht për të plotësuar një nevojë, por për të hapur horizonte të reja të shijimit dhe bashkëpunimit kulturor. Belgian Brew Import është përfaqësues për Ballkan. Për momentin jemi të ushtri produktin në Kosovë dhe mandej do na me kthyer me ushtri në krejt tregjet shqiptare. Kjo nuk është thjesht birë, është një urë mes dy identiteteve, një rikthim në adhe me diçka që përfaqëson më shumë se biznes, përfaqëson rënjet që nuk harrohen dhe eksperiencën që nuk humbet.